Dilemat tashmë duket se janë zhdukur. Kandidati i mazhërancës për kryetar të Bashkisë Shkodër, Keti Bashdari, është një propozim i Lëvizjes Socialiste për Integrim, që nga starti i fushatës elektorale opinioni publik ishte i dyzuar në lidhje me përkatësinë politike të Bashdarit, duke parë afërsinë e saj me LSI-n, por dhe me rëndësinë që jepet përfaqësuesve të kësaj force politike në takimet elektorale. Kjo ka sjellë një ftoje të dukshme të antarësisë socialiste të Shkodrës, e cila nuk e shite Bashdarin si një kandidate të dalë nga rradhët e PS-s. Me sa duket, kjo është edhe e vërteta, deklaruar në ligjërat të drejtë nga Tarland Balla, njeriu më i afërt të kryeministit Edi Rama në një studio televizive. 20% e kandidatëve tona në 60 njësi vendore janë gra dhe madje në njësi shumë të rëndësishme, për cilat jam më së i sigurt që do të marrim një rezultat shumë të mirë dhe fitues, duke filluar nga Shkodra Loke, e cila meriton tashmë gjithë respektin për mbështetjen që i ka dhënë kandidates tonë Keti Bashdarit, e më poshtë duke shkuar deri në Gjirokastër, një kandidate e Aleancës tonë për Shqipërinë Europiane, e cila sigurisht do të vazhdojë të japi Gjirokastrës drejtimin e majt dhe drejtimin e duhur siç e meriton Gjirokastra. Po më mirë se ora news. Dakor, por jam e bindur që do keni gjithë hapësirën për të bërë më shumë fushat ndoshta. Me Leonid Bica pyetje më të drejtë për drejta, po funksionon koalicioni? Kjo është pyetje? Po. Keni ndonjë informacion që s'funksionon koalicioni se? Kjo është pyetje dhe ndoshta edhe kritik, edhe nga brenda vetë ju, brenda koalicionit majt. Koalicioni më funksionues, më transparent dhe sa i përket marrëveshjeve që ne kemi me gjitha partitë aleate. Dua të theksoj se boshti i koalicionit, pardonja Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim është shumë e fortë. Jo pa qëllim, dy kandidaturat e fundit që përmenda para pak janë dy kandidaturat propozuara nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Balla e thotë qartë se kandidatura e Shkodrës dhe Gjirokastrës janë propozime të LSI-së dhe jo të Partisë Socialiste. Nëse kanë patur dyshime tani më, këtë e kanë mësuar dhe socialistët në të gjithë Bashkinë e Re të Shkodrës dhe madje përmes gojës së njeriu më të afërt të kryetarit të partisë së tyre, Edi Rama. Nën këtë dritë justifikohet edhe ftohja e dukshme e socialistëve, por dhe protagonizmi në fushatën e kandidates Bashdari nga LSI-ja dhe drejtuesit e saj.